Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, salavatet, salamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij dhe kapën për mësimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pasi që e falenderojmë Allahun e lartësuar me detyrimisht, kur thamë detyrimisht e kam fjalën detyrë morale, edhe fetare e kemi me i falenderu të gjithë ata të cilët janë bërë sebeptar që na më mbledh sot, edhe me përjetu këtë shëhret, edhe me përjetu këtë knasim këtë ditë, në krye me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame tonë Ferizaj, pastaj edhe kryemomin, Allahu i shpërbleft ja u lehtësoft punët, që si duket në fillim i kësaj përbërje një fillim premtues dhe përgëzues, Allah i ndihmoft dhe gjithmonë u takofshim na takimet të tilla, të cilat Allahu është i kënaqur, pastaj edhe njerëzit besimtarët kanë dobi. Gjithashtu falenderojmë edhe përshëndesim edhe antarin e kryesisë që është këtu me neve. Mirë po, ne ligjëruesit hoxhallarët, sa më shumë hoxhallar me pas kur të ligjërojmë, aq më siklet jemi. Sepse këto fjalë që kam me i thonë sot, jam i sigurt se secili prej shtynë hoxhallarëve që janë këtu i kishton bile dhe më mirë se unë. Mirë po që edhe mu mërdreni me i thonë një dy tre fjalë, pastaj mos të harroj me e falenderu edhe më lutë për ta, imamin e kësaj xhamie, edhe xhamati i bukur, që më të vërtet me këpritin edhe ngrohtësinë që na e kanë ofruar sa herë me këtu, sepse nuk është kira parë që po moj ligjërat këtu, më të vërtet është e rrallë. Allahu ju boft shembull për të mirë gjithmonë. Në koordinim me kryemomin Ibrahim Efendiun, jemi marrë vesh që të flasim për zakatin. Çfarë themi për zakatin? Është ajo ilahia për zakatin me fol pak. Për zakatin me fol pak, po ka nevojë me fol shumë. Sepse zakati na ka met në hije. Në përgjithësi, na hoxhallarët, dhe po e qes topin fushën tonë dhe po themi që në hoxhallarët, neve hoxhallarëve si ligjërim na ka mbet në hije. Por arsyet shumëta. Ndoshta prej arsyeve që mos më na met krejt faje neve, është se populli jonë që të vjetë e fundit ka bo pasuni pak ma shumë, zakonisht në ka shoqëruar i farfukarallëku, edhe ku mjë lyp njerëzë. Pastaj sa herë t'i folë hoxha për zakatin, një pjesë e xhamatit ka ndonë hoxha në lypi pare. Sikur do ta kuptojmë në fund temës se ai i cili të flet për zakatin, edhe vjen me ta lyp zakatin, pasha Zotin ta ka dosht mirën, saqë as vetë nuk mundesh me marrë. Atëherë do të mundohemi që jo me i prejkë gjitha pikat edhe çështjet e rëndësishme që kanë bëjnë me zakatin, mirë po kjo ligjërat e shkurt që është sot, le të jetë ose le të na shërbejë si një shkëndi e cila na vetë dison më tepër për obligueshmërinë e zakatit, edhe mu interesu më tepër për zakatin. Çish me dhon zakatin? Ku me dhon zakatin? E këtu nuk ka nevojë shumë mu ngarkuna me këtu, mjafton e ke hoxhën, e ke imamin, shkon edhe i thu, kam zakat çish me dhon, edhe pastaj hoxha e merr përsipër pjesën tjetër, domthonë anën e llogaritjes edhe shpërndarjes së saj. Të nderuar vëllezër, unë po hulumdoja për zakatin në Kur'an, edhe tash me këtë teknologjinë e re, është bërë e lehtë, e lyp një fjalë në Kur'an, vetëm e fut si fjalë dhe ti nxjerr krejt rastet ku ka në Kur'an ose herë shpërmen. Edhe mund del që më tepër se 80 herë fjala zakat me të gjitha derivatet e saj, sadak, lëmosh, dhënie e kështu me radhë, është përmend më tepër se 80 herë në Kur'an. 28 herë është përmend me namazin. Namazin që e bojnë për çdo ditë. Edhe që gajlome për ta, 28 herë bashkë me namazin është përmend. Ndërsa 18 herë është urdhëruar zakati. Subhanallah. Nuk kom gjetë në ibadet që është urdhëruar pas imanit edhe namazit sikur se zakati. 18 herë Allahu po thotë jepë zakatin. Jepni zakatin. Që ta jepni zakatin. Mon është çështja është serioze. Se 18 herë do të Allahu ju lërzuar. 8 herë më na pas thonë njeri, nëse si ja kryjmë porosin, s'kishmi pas të tyrë me i dalë për para. Qysh do t'i dalim Allahu të lartësuar nëse 18 herë na ka thirrë me kryjmë këtë ibadet, edhe ne pastaj prap tregohemi neglizhent ndaj këtij ibadeti të madh. Gjithashtu, zakati e veçanta e zakatit është se është i vetmi adhurim që është bërë obligim meke bashkë me namazin. Se namazi është bërë obligim meke.
Dhe shpjegimi I shumicës e dietarëve që është I kapshëm dhe I arsyeshëm është se obligim zakati është bën meke, po detajet e zakatit, kushtet e zakatit, çfarë pasuri me dhon, nisabi, sa me dhon, këto pastaj janë bën Medinë, janë detajuar, ama përndryshe si obligueshmëri e zakatit është bëna në Mekë. Pastaj të ndërruar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e ka marrë besën dikujt për më bë musliman, se e dini që për me hyrë në Islam, kur pejgamberit alayhi salatu wasalam është dash besa besës, me e dhënë besën, se s'ka më bë shok Zotit, s'ka më bë këto, s'ka më bë këto, edhe ka më dhënë zakatin. Do thonë me besë fort shkon kjo. Që të sahabët, të shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam është kanë për pikave kryesore që nuk kanë leju me I tej kalu. Për ata çdo vetë janë ngajlu, mos nuk ka bë obligim zakati. Ti jap. Pse se zakati e kemi dhënë besën pejgamberit që ka më dhënë zakat. Që është interesant se kur Taifi, banorët e Taifit bëhen musliman, edhe vinte pejgamberi alayhi salatu wasalam I qisin do kushte. E prej kushteve thonë s'kemi me dhënë zakat, edhe nuk kemi më ju ndihmu ushtarakisht, juve, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju ndodh me luftu dikon me ndonjë armik, na s'ju vin mbështetje. S'luftojmë domethënë, edhe nuk japim zakat. O kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ban përjashtim dhe ja u merr besën. Qoftë Omer radhiyallahu anhu, shumë sahabë të tjerë, noi dërguar Allah, po e pranon kushtet e ty në zakatin s'don me dhon. Do të thajë se kur t'ju hini imanin në zemër, kur t'ju mushet zemra iman, kanë me dhon zakat, edhe kanë me luftu bashkë me neve. Edhe më të vërtetë kështu ndodhi. E kështu që zakati të ndërrohet vëllezër, sikurse krejt obligimet e tjera burojnë prej zemrës e cila është e mbushur me iman. Mirë. Pastaj, shkurtimisht po I përmendim disa pika thash më herët, është interesant kuptimi I fjalës zakat ose zakat arabisht. Se Allah e ka zgjedhur këtë shprehje, se kalon në shprehje tjetër. Po e kalon emrin zakat. Fjalën zakat arabët kanë përdorur para Islamit. Mirë po e kanë përdorur me kuptimin e tyre të rëndëmt ose qofsor, e cila është përdorur me dy kuptime. Kuptimi I parë është shtim, edhe shumë fishim. Ndërsa kuptimi I dytë është pastrim. Çdo kuptimi ka pas zakati. Ndërsa kur ka ardhur sheriati, ja ka dhënë zakatit një dimension tjetër kuptim, që do të thotë se terminologjia zakat, namaz, agjerim, iman, kufër këto, kjo nuk është arabe, është islame. Është terminologji islame. Zakati është islami. Por ndryshe mos kish ardhur Islami, me tregu se çka është zakati, kërkush prej arabëve nuk e kish përdorur fjalën zakat me çet kuptim që e përdorim ne sot. Kështu që Islami është ndërkombëtar dhe internacional dhe shprehjet e saj janë shariatike ose janë shariat jo vetëm gjuhë arabe. Pse ka zgjedh këtë fjalë me këto dy kuptime se ka zgjedhur një fjalë tjetër? Thënë dietarët sepse zakati I kryen dy funksione. E para e shton pasurinë, e dyta e pastron pasurinë dhe e pastron zemrën e besimtarit. Shumë thjesht. Zakati pastron dhe zakati ta ruan dhe ta shton pasurinë. Sikur se e ka përmendur Allahu në Kur'an, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merri atyne sadak, këto është për qëllim zakati. Merri atyne zakatin do muslimanëve që ti pastrosh me te. Ti u pastrosh pasurinë dhe ti u pastrosh edhe shpirtin. Pastaj Allahu thot yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu e ban hinje dhe plohën kamatën, ndërsa e shumëfishon sadakën edhe zakatin. Domthon këto dy kuptimet e fjalës zakat. Shkon tutje. Cilat janë objektivat të cilat Allahu I lartësuar don me I realizu të muslimanët, qoftë individi, qoftë shoqëria përmes zakatit. Allahu nuk legjison diçka pa ndonjë qëllim. Nuk ka zvrit ndonjë urdhër, ndonjë preferencë, ndonjë thirrje, ndonjë ndalesë pa qëllim. E kështu që zakatin kur e ka bërë shtyllë të fesë, zakati është shtyllë e fesë. E ka bërë për me realizu synime dhe qëllime dhe objektiva të mëdha dhe të rëndësishme tek muslimanët. Po I përmendim shkurtimisht, edhe pse sicilla prej tyre pastaj meriton trajtim të veçantë. E para është nënshtrimi ndaj Allahut. Pa I përmend të parët, pa e përmend pasurinë, pa e përmend fukaron ose aty që do më thonë. Menja për herë të parë duhet më na shku kur e dëgjoj fjalën zakat, ose kur dëmë dhënë zakat, se kjo është nënshtrim ndaj Allahut të lartë. Thjesht po e kryen një urdhër të Allahut, edhe një urdhër të pejgamberit tim sallallahu alaihi wasallam, po bën robi në nështrum dhe I dëgjues ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij. Pastaj është pastrimi I egos. Ego me cilën Allahu na ka sprovuar që s'na lë rahat kurrë. E që kjo është temë veti. Është
e krijuar për tamaqarllëk. Është e krijuar për tamaqarllëk, ndërsa Allahu tamaqarllëkun nuk e don hiç. E përmes zakatit Allahu don me pastru egon e besimtarit, me ai këtë tamaqarllëk. Sepse kur e merr zakatin, llojet e pasurisë që do të më dhon zakati, pastaj nisabi, pastaj me prit një vjet, pastaj përqindja e vogël që është, kjo shihet që Allahu nuk është qëllimi i zakatit, më na i pagu pasurinë dhe më na i marr veç që kena pa pasuri, po më na i marr tamaqarllëkun prej zemrës. Allahu don përmes zakatit më na i marr tamaqarllëkun prej zemrës, sepse tamaqarllëku është cilësia e urrëtur te Allahu, sepse Allahu është bujar, edhe don bujarin, don edhe robi me qenë bujar. Pastaj largimi i varfërisë nga shoqëria dhe individi, kjo më dohon dihet, sepse kur mlidhet zakati, edhe ai ka mu shkep këto. Po pejgamberi alayhis salam kur e dërgon Muadh ibn Jabelin në Yemen, po ja jep urdhra se si me punu, në fund thot tregoi atyre se Allahu ju ka bërë obligim zakatin, mirët prej pasionikëve tyre, ju jepet fukarave. Domethënë, thjesht përfitojnë edhe fukarat. Pastaj përfitimi i zemrës dhe largimi i urrëties. Kjo është një kategori e zakatit që e meritojnë zakatin për mja përfitu zemrën, me forcu në islam, mja zbutu urrëtjen kundër islamet që e ka dikush, paguhet. Mja pli gjuhën, mja pli lapsin dikujt, se s'le rahat. I ka gjuhën nuk është i rahatshëm, ka lapsi nuk është i rahatshëm, i ibet për i zakatit kam djetarët veç me i lanë musliman të rahat. Sikur që s'panalojnë rahat sot. Te edhe në Ramazan, dojnë me lej prish shije në Ramazanit, me lloj debate, me lloj diskutime, me lloj tema, të cilat më të vërtet i prekin ndjenjat e të gjithë besimtarëve, po s'duhet më marrë me të. Pastaj rujtja e krenarisë së njerëzve. Thonë për mësë me lonë njeri me shtri dorë muslimani. Me shtri dorë, edhe me donë me lujt njerëz. I hipet për atina, me arrujt pak krenarinë dhe me arrujt nderin. Sepse njerin e përgjithësi ka krenarin të cilën Allahu ja ka dediku. Pastaj besimtari ka krenarin të veçantë, që të krenarin mës me shkel. Qysh, të më thonë, për mes zakatit mës me elan me jo në nështru gjithë kujt. Edhe me shku çdo kënd, ose me punu gjithë shka, ose me lyp çdo kënd. Pastaj ngritja e fejsa dhe muslimanëve. Të ndërun vëllezër, kjo fej nuk ka ecë pa parë, nuk ka ecë pa ndihmë dijes. Por ata njeriu që më shumë i ka ndihmu pejgamberit alayhis salam, kush është Abu Bekri? Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam për ton fund? Thotë nuk ka njeri që na ka ndihmu veç se ja kemi kthy. Po se Abu Bekri s'kemi mujt me kthy, ja kemi lënë Allahu me kthy. Don pse se Abu Bekri Allah ka ndihmu fej. Kemi nevojë për këto, ordno. Kemi nevojë për këto, ordno. Kemi nevojë për këto, ordno. Don kjo fej ka jetë kështu. Këtë formë ka jetë, kjo fej edhe është përhapë edhe muslimanët janë forcu në këtë formë, gjithashtu edhe rujtja e pasurisë dhe rujtja e bereqetit, që përmendëm më herët se Allahu përmes zakatit e ruan pasurinë dhe e shton atë, po edhe jep bereqet pasurisë. Se kanë herë pasuria nuk shtohet, po ka bereqet. Kanë herë rruga më e vogël i dikujt është më e bereqet se i dikujt. Sa i rrugën ti, 500 euro. Apo dalin, po vallahi belem fond mjesit. Unë një mi për dhe së më dalim, s'ka bereqet. Ka hu bereqeti atë, ndërsa këtu është bereqeti. Mirë, pse njerëzit s'japin zakat? Pyetja shumë rëndësi. Pse njerëzit s'japin zakat, po para kësaj pse njerëzit s'interesohen për zakat? Ndodh ka njëherë, më në ardhë dikush, pastaj këtë faqëllore ka ndodhë kje, do të hoqë, mu është bado pasoni për zakatën, moti kam këta, po qysh be moti s'ka shku menja me vetë të një hoqë, se qysh me dhonë zakatin në cërë. Pse si shka ka shku menja të zakatin, do t'i përmendim disa arsye. Arsyeja, ndoshta më ndër kërësorët është fukarallëku, edhe më në ajo frikën nga fukarallëku. Thot, Allah i lartësuar, ash-shaytanu ya'idukum al-faqr, wa yamurukum bil-fahsha. Shejtani ju frikson me fukarallëk. Subhanallah. Sa herë të me dhonë sadak dikush, sa herë klipët për një projekt mirë, qoftë gjami, qoftë jashtë gjamis, që është i dobishëm, shejtani kam ja nxjerr përpara tonë në fakturat që i ka pa paguar. E faktura e ujit, e rrymës, e telefonit, e internetit, e kretë, që qka, me thonë ati oti s'mundesh, me thonë të sa, disa fakture në ki, pa paguar. Mirë, kur t'jenë rëni me shku në pushime, kur t'jenë rëni me hongë një darkë solemnë, ose një drejkë solemnë, asë një fakturë nuk i del përpara. Pse se shejtani s'pa i lën ati. E kështu që shejtani gjithmonë e frikson besimtarin kur është në pyetje ai me dhënë pasurinë ku duhet, për hir të Allahut, ose investim për botën tjetër. Këtu është interesant fjala Hasan al-Basriut. Hasan al-Basriut kush se një prej tabenëve, prej më kryesor të tabenëve.
Thot Hasan al-Basriu e kom gjetë në Kur'an 90 herë Allahu e ka përmend se Allahu e ka caktuar rizkun, Allahu e ruan rizkun. Edhe ja u ka dhënë njerëzve rizkun. Vetëm një herë në Kur'an e kom gjetë që shejtani i frikson njerëzit me rizk. Thot subhanallah, shumica e jote nuk po e marrni 90 herë fjalën e besnikut Allahut, po i friksohen fjalës së rëndësit që ka ardhur një herë në Kur'an. Fjallë e madhe. Fjallë e madhe subhanallah. E kështu që sa herë ti vjen rënë me kry obligimin e zakatit ose edhe sadaka tjera, mos e dëgjosh shejtanin me tarë të veshit me thonë që ti punë si ki kërqysh heq. A di sa tatimin e ki pa pagu. A din që kemi marru shtëpia fëmijëve, a din, këtu i bin nërmen vetëm kur janë punë e hajri, sepse shejtani ja sjell në përmend. Pastaj, arsye tjetër gjithashtu është varësisht se në çfarë perspektive shikohet zakati. Dikush e sheh zakatin te fukaroja. Unë mi dhona ti ja më çfarë. Ose ai tjetër, unë atij jo. Kjo perspektivë është gabim. Sepse është perspektivë, që tash e përmendim, është perspektivë për i cilës ka shiku shejtani, iblisi. Ndërsa muslimani nuk shikon për kësaj perspektive, po shikon për i perspektive se kush po ordnon. Allahu më ka ordonur, kush dushlet ta merr, ku don të shkon, çka dushlet po me ta. Mu Allahu më ka thonë me heka dhe unë e hek atë. Sepse shejtani që ka mot me motjen e parë, kur i ka thonë Allahu, bën sejdë për Ademin, ka unë me bë për ta, domthon ka qyr nga perspektiva se kujt kam i bë sejdë. Nuk po shikon nga perspektiva se kush po ordnon. Edhe për ata shejtani, iblisi është atë kush. Ndërsa ne të nderuar vëllezër, edhe mos mendojmë që ndoshta e bëjmë qirak të koni me zakatin tonë. Vallahi e bëjmë qirak vetëm pasha Zot. E bëjmë qirak vetëm se do t'i përmendni do të ikste ku gjë kërcënuesi për ato i cili tregohet neglizhent ndaj zakatit. Kështu që na e shikojmë nga çka perspektivë. Allahu më ka ordonur. Allahu ka lyp prej meje që të hise me nxjerr të pasojnë. Ku do të shkoj? Nëse na mundohemi me çun vend të mirë, po kryesori unë nuk shikoj mos e kujt të tjerë në dorë. Pastaj më thonë ai, por e më shaku me këtu po nuaj i kë hazër, smotet kështu, zakati smotet kështu. Zakati motet, elhamdulillah që Allahu e bën hisenik, mirë stanë me hëndër dhe filon. Edhe marrë se babët e tina. Mirë, rreziku i mosdhënies së zakatit. Unë për përmendë të hadithe, të cilat ndoshta e keni dëgjuar. Që vallahi ka i lexoj shahun, edhe pse i kam lexuar disa. Kogjë sikletësht, kogjë tërqethet njeri kër i dëgjan këto hadithe. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse pronari i arit dhe argjendit, që ka në Kur'an, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, ata të cilët e deponojnë arin edhe argjendin e lajnë aty të rak, edhe të shkon në bankor që do të më dhënë zakat. Thot pronari i arit dhe argjendit, i cili nuk e jep zakatin, ditën e gjykimit, ari dhe argjendi kanë më ju bë pllok. Çka pllokët? Edhe kanë me hinë zjarë, mos kuqë në zjarë. Subhanallah. Hekri sa i mon në zëjtin, këta fizikantët përthojnë që ari e mon edhe më tepër në zëjtin. Edhe pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, me që ato pllaka, ka mu hekuros anët e trupit ti, ka mu hekuros ftyra, edhe ka mu hekuros shpina. Edhe kështu veprohet me ta në ditën e cila është 50.000 vjet derisa ta shevenin e vet në xhenet ose në xhenem. Rishtem. Pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pastaj vazhdon hadithi. Pronorët e deveve, pronorët e deleve, pronorët e lopëve, të cilët nuk japin zakatin, thot Allahu do t'i nxjerrë një shesh të madh, sa ka mundësi me ecë shlirë devet, domondele, devet dhe lopët. Edhe Allahu do t'ju jep brina të gjithve. Me këto brina, pronari i tyre që nuk e ka dhënë zakatin, do ta shpujnë, do ta shkelin, ndërsa te devet ka ardhur edhe do ta kafshojnë. Edhe do ta kafshojnë. Pse nuk e ka dhënë zakatin? Edhe kështu, kalon tufa, sa i ka pasur tufën e vet kalon. Në momentin kur kryet tufa, kthehet ajo e para dhe pet fillon këtu 50.000 vjet deri sa ta vëmë rresh, sa është në xhenet, është në xhenem. Pastaj pronari i pasurisë mirë përgjithshëm do bëjmë sa. Këtë hadithin që e përmenda është hadithi i gjatë, e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Mos mendon dikush me thonë çka janë këto prolla. Është për haditheve më të sakta, që kush për dietarëve, edhe musliman më s'ka dyshuar saktësinë e tij. Pronari i pasurisë që nuk e jep zakatin, i personifikohet pasuria në një gjarë për helmues i pokryte bardh
dy pikat zeza që të permisi. Pse kryt e bardh, sot e mora vesh, pse gjartë një kryt e bardh është i rrezikshëm. Po thëshin biologët që sa më i bardh kryt e gjartit, aq më helmus është. I zbardhët pe helmit madh, i zbardhët kryt zotin. Edhe thot i personifikohet pasuria e tij me gjarpën, i cili do t'i pështjellet rreth qafës në ditën e gjykimit. Edhe do ta kafshoj fytyrës 50.000 vjet. La ilaha. Wallahi 50 sekonda më në nejt, të rishtemesh. 50.000 vjet derisa ta marr vesh apo në xhenet apo në xhenem. Mirë. Buhariu transmeton. Dikush mund të më thonë hoç, s'u kanë rënë mi thonë çto. Wallahi mirë po te lezëm bollin ato fol. Do të pak më shumë, o do të më shtërë konkret. Kështu që, unë e i thash këtu për dy arsye të ndërrumbos. Arsyeja e parë, që nesër, mos me ardhë dikush për juve, me më në gjitë për fyti, para Allah të lartësumë dhe më qute Allah me honë, që kësë më ka kalëtu që du të me honë se qatë. Që kësë ka të regu, edhe që kësë më kam zitë që unë me honë se qatë. Që që unë e bëllë kam amelet e mija, bëllë kam dertin tem, të mos i marë, edhe përgjësit e tjetërit. Shtaku ku të na ipet mundësia me folë të kalëtu, të folëm. Kjo do më në arsye parë. Më mirë, nëse tjetë hatëri pak që tash, që s'kam qef hesh më hatëru, sepse këtu fjallë janë për mua, para se më konë për tyje, mi po më mirë le të hatëru mi që tu, se sa nesër me artë edhe më mbo hasë mua para Allah të lartësu me thonë, që kë, kom nejtë natë e ditë me ta, kur s'u ka folë për se qatë, s'u ka kalëzu, s'u më kisha dhonë, e Allah e të drishtë. Edhe e dyta, arsyeja e dytë, të ndëruar lëzër është se sa i rrezikshëm është mosdhënia e zakatit. Nëse dikujt i hin shpejt, zotin avit një gjarpën që si që është përshkruar. Edhe vjen këshia e kap gjarpnin edhe hek. O, Allah, që përblet. O, zoti betruj që mbone qak. E ai që do ta lip zakatin, edhe është të fol për zakatin, është të dosh me ta hekni që si gjarpni edhe më të vështirë për shtëpisë. Shumë e thjeshtë është. Shumë është e thjeshtë. Zoti na rujt më koll shtëpia dikujt. Edhe me mu rreziku që fëmia me i ron në dronj, edhe në trajt kalt, edhe vjen dikush edhe rrezikon veten, edhe janë nxjerr fëmijët pe këtij flokë këtij rreziku, si harrok. Jam bërsh linda i ti të jetën. E që që po të me dhonë zekat, edhe që po të folë për zekatin, ashtu dashtë mos me të lanë me hime një zjarë madhe dhe mu pe vlit me plakat hekuri, plakat tarit edhe tarqatit. A është e qartë? E qartë është. Kështu për dhe në pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ju folë shëvëti. Pastaj të ndëruar lëzër e fundit, sa të më zotë inshallah, e fundit, ku me dhonë zekatin, kategoritë, reglat, këtu së dush me folë në shtasht, apet kine mi harrusit dalim, kështu që hisë për i folë. Po më rëndësia është që, si cili vlau, le ta këshu basunin e vetë. Sa kam? Hoqën tem, ku e kam? Imamin tem, ku e kam? Hoqë, që kjo basunin e jam Allah, i le do ma hoki. Do, hish për qatë gjarë për në basunis. Hish për qatë dy plakat e zjarëmit. Hish një Allah ile, amonit ku. Edhe mja ditë për nerë hoqës. Ose ati që da donë zakatin, Allah i që përvesën pështuve për i zjarëmit, pështuve për i qarëmit, këtu ma bo përbat shpijen e vlatë e familje. Masanena mos të harrojmë të ndërëm lasë, që këtë që të haqëllarë që janë qëtë, edhe une me ta, edhe shumë tjerë që ka një konë para neve dhe që nuk janë këtu. Jemi haqëllarë, pas mirësisë Allah të lartësuar, jemi haqëllarë si rezultat i zakatit publit tonë dhe i zakatit tonë. Unë që pëfoli sëtë, pjesë e këtij ndërtimi, që është i breshte i lote me një kamë herë të apal, pjesë e këtij ndërtimi është zakati juft, sadaka juft. Sepse me që të sadaka e kemi mbajt jetën fetare në Kosovë. Sidomos prej kur është ka ra populli jonë në pushtimin e jo muslimanëve, do të thonë ne kemi mbajt vetën, i kemi mbajt hoxhallarët, e kemi mbajt davetin, i kemi mbajt xhamiat, i kemi mbajt psimbesimet, i kemi mbajt hatmet, i kemi mbajt mukabelet, i kemi mbajt gjitha këto me çka? Me zakat ose sa kallon kërkosh. Do sot përsia islame. Çfarë buxheti ka që i pagun gjithë ta imam? Të thonë, mos të shkon pagesa imamit, kujdesi për xhamin, më të vërtetë që të komoditet nuk ishme pas xhamia ju. E kështu që, do të thonë, duhet me pas parasysh këto. E don me investu për të ardhmen tonë. Edhe do të me të investimi derisa të jenë ndoshta Islami dhe njerëzimin këtu, atëherë e dini që Bashkia Islame e Kosovës gjithat këtë aktivitet fetar që e ka, tu fillu prej xhamiave, imamve, mualimave, hatibave, pastaj kujdestarëve të xhamive, pastaj stafet administrative që s'ban patu. S'ka, nuk hecet pas staf administrativ. Që tu me zakat, me sadaka të vetëri moj. Andaj kush do me investu që kushtë
Nëse, sidomos nëse se të komi që e ki hoqën e ki imamin, vetëm ka nevoj me të da edhe pastaj investohet në vendin e duhur. E lusim Allahun fuqiplot që të na udhëzoj dhe të na drejtoj. E lusim Allahun e lërsuar që të na i bëj shërtor të kësaj feje, dhe të dini, më bëj të afërt për njëri tjetrin, të na mundsoj punët e mira, të largohemi të punët e këqija, të i pranoj punët e mira, të na i falë gjunohet sidomos këtë muaj të madhrishëm, edhe njëherë ju kërkoj falje hoxhallarëve para të cilëve fola, wallahi po e them me plot zemër se secili prej këtyre që është këto dhe plot tjerë që janë jashtë, kishin më thonë çdo fjalë edhe më mirë, po e kishin pas rrezik, më thon taksirat me ngumue, inshallah Allah i shpërblen për vëmendjen.